A ka gjunah nana e lyp shpesh vdekjen për shkak maltretimit që i bën nusja edhe vllahu. La hawla wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu na falt, Allahu na përmirësoft. Allahu e përmirësoft këtë popull e mos na dënoft Allahu të gjithëve për këto raste. Ti motër që ke pyet, ma mirë është me thonë, a kanë gjunah nusja edhe vllau që ja bin punën nanës duke maltretu kështu. Patyshim se parimisht shumë mëkat është për vllaun këtë rast edhe nusën e tij që e kanë punën nanës, që ajo mu detyru me lyp vdekjen. Unë e di kësi raste ku thot vjera ose nana thot o Zot, ma mirë me ma pas marë Zoti shpirtin se sa mërtë puna që shtu me mbërtit djali, me mbërtit reja, ose me mqitë për shpis, ose mos me më dhonë buk. Unë e di që ka kësi raste. A ban nana kështu me thonë, jo, mos thote kështu. A ka gjuna? Nëse nuk e di, inshallah ta'ala Allahu e falë, se po e ban pa dije, po ti kalzaj, thuj ka thonë hoxha, mos thuj o Zot ma mërë shpirtin, po thuj o Zot. Nëse është ma khair jeta për mu, mjep jetë, e nëse është ma khair vdekja për mu, ma merë shpirtin. E thuj këtë sprove cila më ka godit, bëne sebeb për me më fshin gjunahet, edhe me më ngrit gradat në dunja dhe në akhirat. Këtë duale ta bëjnë nana jote, edhe nëse nuk e di që shtu me të njëjtë atë fjalë, ta ka shumë me këto fjalë se Zoti ja di zamrën edhe niyetin e nanës. Ama me thonë Zot merr ma shpirtin, jo, mos thote. Direkt që shtu mos thot. Por mirë për ata djem edhe ato nuse që e bin punën që vjera ose vjere, nana ose baba, me lyp edhe me ulut për me dek për shkak të maltretimeve që a bëjnë ta djem. Unë nisan po e thamë. Nëse do të ndëgjoja nanën teme të thamë fjalë të tilla për mu ose për gruan time, fetarisht nuk lejohet, por ai person nuk e meriton me jetu. Ai djalë nuk e meriton me jetu. Ai djalë nuk meriton me i thonë burr, me i thonë bashart, me i thonë njeri. Ai nuk është njeri. Ma mirë, le ta nxjet një kumonë në qafë, e le t'ja nis me pallë si lopa, ose si viqe. Sa i nuk e meriton njeri, më konë që nanën e ka pru deri në atë deregje, që nanën me lyp me dek. La hawla wala quwata illa billah. O djem, qel nisët, për i zatë Zotit qel nisët, nuk shkohet që shtu në xhenet. Nuk shkohet që shtu në xhenet pasha Allahin. Hajtë sa dhe vetë keni më u plak, e keni mi dalë Zotit para.